Shkolla Gjergj Fishta në New York organizoi koncert muzikor me këngë, vadhe dhe recitime me nxënësit të shkollës për festën e 1 qershorit. Nën kujdesin e mësuese Fabiolës, ku të pranishëm ishin prindër, veteran, miq të shkollës, doktor Paulin Marku, bashkëthemelues dhe drejtues i kësaj shkolle, mbajti fjalën e hapjes aktivitetit dhe përshëndeti pranishmit për pjesëmarrjen dhe uroi nxënësit të shkollës Gjergj Fishta gëzuar festën e 1 qershorit. Ai bëri një përmbledhje të shkurtër të arritjeve të shkollës gjatë vitit 24-25, ku vuri theksin në seriozitetin e prindërve, nxënësve e stafit. Aktivitetin përshëndetën miqtë e prindërit të shkollës, zonja Anila Pantaci përshëndetit pranishmin dhe falenderoi organizatorin. Ai shpërndai dhurata simbolike për prindër dhe fëmijë dhe ofroi bashkëpunim dhe mbështetje për shkollën Gjergj Fishta dhe fatën në Long Island. Sociologja Denisa Karaj, zonja Malvina Bilali në fjalën e saj përshëndetën dhe uruan fëmijët e prindit e shkollës si prindër dhe falenderuan profesor Paulinën dhe mësuese Fabiolën për punën palodhur që bëjnë me fëmijët e komunitetit. Aktiviteti u prezantua nga zonja Borana Coka, mësuese Fabiola Gjinaj, bashkëthemeluese e shkollës. Në mbyllje të aktivitetit falenderoi të gjithë të pranishmit.